Akuzat të rënda ka lëshuar deputeti i Qarkut Shkodër Tom Doshi ndaj deputetit të Partisë Socialiste në Malsinë e Madhe, Paulin Sterkaj. Sipas Doshit, Sterkaj është deputet i dështuar. Këtë deklarat deputeti Doshi e bëri nga takimi i radhës elektoral i kandidatit të Partisë Socialiste për kryetar bashkie në Vaudejës, Gjok Leshi. Ju dini se unë kam drejtuar fushatat e Partisë Socialiste. Shumë kujt i duket çudi sot, mos për disa deputetëve, si puna e deputetit Malsisë që thotë a thu po të prish punë toma, i thot Gjok, se a është me zefin faktikisht, po unë nuk i prish i punë Gjok, sepse ju një votuesit e mi. Kam pas shqetësimin e disa mbështetësve të Gjoks, se jo qa thak Gjoka i tjetër, apo Zefi, apo Pavlini. Mos u shqetësoni, rëndësi ka që jeni ju gjithë bashkë me Gjokën, kjo ka rëndësi. Se nuk na shqetësojnë që thot as në i deputet, as në një ish deputet i dështuar politik, ju esni përpara, fitoria është e sigurt, të është cili kryetar partijet dhe kryeministër në Europë nuk e don të fituar në siglin e partisë vet dhe për veti një bashki si Bashkia Vadez. Si mund thot kush se nuk e mbështet qeveria Gjok Leshin? Do ta mbështetë çdo qeveri, po as më tepër qeveria e tij. Kandidati Gjok Leshi ka falendëruar për mbështetjen që jepet nga këta banor, ndërsa ka premtuar se do të ketë një ndryshim të plotë të realitetit as pak të mirë aktual në 6 njësitë e qeverisjes vendore. Do të fillojmë punën që në momentin që të vetë shiriti i kryebashkiakut. Mjetet e punës do të fillojnë punën, pa prit me bë projekte gjigande ose me gërësit në dyrët e qeverisë shqiptare, por me atë pajisje ne do të vazhdojmë punën, do bëjmë pastrimin e kanaleve kulluese në 4 cepat e bashkisë Vaudesit. Do t'jenë të pastruara komplet kanalet vaditëse. Do marrin në dorë pompat e ujit për ujin e pishëm që nuk ka. Dhe unë për këtu sonde ju thamë se 4 vitet e ardhshme do të ketë ujë të pishëm në çdo familje. Banorët që morën fjalën kanë shprehur mbështetjen e tyre për kandidatin Gjok Leshi, duke i bërë thirrje banorëve ta votojnë atë masivisht më 21 qershor.